rrethin ku jetojmë. Noa ka qenë e para që t'ka bë gjysh, mirë po je bë gjysh edhe i një nipi të vogël. Djalit e dhonës. Ari, pasi që ata nuk mëjtë me i pas në lidhe direkte, Ari ne keme një video, kështu që... E cili ka një mesazh shumë lezetshëm për ty. Përshëndetje gjyshe, marr mane për ty, shumë botë, të dua shumë. Sa i lezetshëm. Sa ju merr malli për nipat e mbesat? Shumë. Me thonë të drejtën me mungojnë shumë, se cili ka vendin e vete. Do me thonë, unë një pjesë të madhe deri para 3 vjetëve, kemi jetu bashkë me Noan edhe me Arjen me këto dyja. Dërsa Ari është donar që 10 vite atje, 11 u banë, ky ka lindë dhe është rrit atje. Ato i kom shiju ma shumë, sepse i kom pas deri para 3 viteve në shpinë, në prehenin tim, në gjirin tim. Ky ka një vend vetin, sepse pak ma rrallë e kom pa. Tash e kom pa par vjetë, ma shpejt se sa Arjen edhe Noan, po mënoj që ka qenë është le rrit atje ma rrallë gjatë viteve të rritjes e ti. Kjo është i dashun shumë, edhe e ka një, si me të thonë, një emocion të veçantë ndaj meje, mundohet kur shkon programet shkollës që shoh edhe këndon atje dhe thot, unë po këndoj si gjyshi, veshet ka që me setër pantol me kravat edhe thot, veshem si gjyshi, veshem si gjyshi. Krenari për ty. Po, shumë. Sigurisht që ndoshta e ke mendu me heret që kur të bësh gjysh, ke pas shef me i pas edhe nipat e mbesat afer që ndoshta me urrit me ta. A e ki këtë breng që ndoshta nuk i ki në Kosovë dhe nipat e mbesat po rritën jashtë? Për si cilin edhe prindin, edhe për gjyshin, edhe për gjithë shqiptarët mendoj, ku do kam shku në për botë që i kom pa, edhe në Amerikë, edhe në Evropë, edhe ku do, brenga vetme është e ardhmi atyne. Sepse rritën, lindin, rritën, shkollohen me një vend tjetër, dhe brenga e të gjithë prindve, edhe gjyshërve si unë të tjertë, është se a do të arrinë që të arrujnë identitetin tonë shqiptar, edhe posaçërisht kur të rriten koha atyre që dëshira e ma madhe është që me marrë një djalë ose një vajzë shqiptare, dhe me thonë me përtri familjen tonë shqiptare. Kjo ndjenjë është edhe para se me i pas fëmijët e mi gjithmonë kur ka ardhur dikush që më ka pyet që ka bo, është me bo dasëm, edhe më ka thonë që jemi le rritën në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë. Pyetja parë që ka qenë, i kom thonë, po nusën, që shqiptare po, edhe më thonë drejtën e kom një shlirim.